gatuaj me Albanën. Ju përshëndesim nga kuzhina e Reze Dielli. Një kuzhinë që prodhon edhe me shumë kënaqësi. Nuk ka stacione, direkt vazhdon. Me shumë dashuri gatuajmë, sillim receta dhe ndjemi mirë që edhe ju ndjeni mirë me prezencën tonë. Unë them që kuzhina, dhe ka kuzhina dhe kuzhina, normalisht, ka gatime dhe gatime, edhe të them të drejtën, me modestin më të madhe, që ke tren që hecen me, që ishte me qymërguri. Me benzin, me naftë, kalon me gaz, pra kjo jona, lëre që dhe në dimër ka panel diellor, po është turbo, gaz, me gaz, nuk kemi ndalim, se është kuzhinë tradicionale, se mesdhetare, si të doni ju. Ajo italiania për shembull, mua më pëlqen. Ka qenë në gjenë kjo pjesa. Meqense dhe kuzhina italiane tashmë është kuzhina e parë në botë, e futur në UNESCO si pasuri e njerëzimit, diskutohet që ka delikatesën. Shpresojmë që një ditë të jemi dhe ne të përfshihemi në UNESCO, pse jo? Patjetër që po. Jemi një ndër shtetet më të lashta, me gjuhën më të lashtë, dhe kur është një gjuhë e lashtë, normalisht është dhe një gatim i lashtë, sepse gatimi ka lindur me njerëzimin. Atëherë fillojmë. Jo më kot ka shumë. Po makaronat më jo më kot me se desha ku doja ose ku të dilja. Do bëjmë një pastë sot. Po, dhe kemi byrek me makarona ose makaronopita. Makarona të përmbledhura, të përfshira, të palosura. Mund të themi që është një recetë greke? Absolutisht jo. Emri duke thuhet, po patjetër që byreku me makarona, byreku me patate, unë mbaj mend që në voglin time mbaj mend. Pra kur e mbaj mend duan që jam në 55, mirë se të gjithë pretendojnë të kenë ato recetën e tyre, siç kishin me baklavan. Kjo nuk është receta ime, por e mbaj mend që ka qenë si recetë. Atëherë çfarë më duhet? Po patjetër këto makaronat që unë i kam zier më përpara. Makaronat Ola, sepse dim tashmë që Ola vjen jo vetëm me mielin, me llojet e ndryshme të miellit, por edhe me pastat. Sigurisht një kompani që prodhon dhe sjell një miell të mirë, do të ketë edhe pasta të mira. Ne gatuajmë receta nga më të ndryshme, dihet që janë një pjesë e rëndësishme e menuve tona, mjafton të dimë ti përfshim ato në receta të ndryshme. Ti tregojmë fillimisht produktet për bërë. Sa ti tregosh, unë ngri djathin se çfarë i nevojitet një anvise në shtëpi për të përgatitur makaronapita, byrek me makarona në pet, si të doni ju mund të thoni si recetë. Ne edhe e përkëdhelëm pak, me thënë drejtën. Na duhet 200 gram gjalp, 500 gram makarona të shkurtra, dhe më thënë këto penet ose tubat, format e tubave, një lug gjethe gjelle trumzë, 2 vezë mesatare, krem pana, djath të bardh, djath të verdh të grirë, krip piper i zi. Për brumin, ne kemi gati petën sot, por ju nëse do të hapni në shtëpi, do të përgatisni një brum me 500 gram miell, ujë të vakët një gotë ose 250 ml, një vezë, gjysmë lugë çaj krip, një maj lugë kafeje sheqer, një lugë çaj pluhur pjekës dhe një seshte për hapjen e petëve. Në të kundërt, merrni to petët e gatshme për ta shkurtuar si proces. Të them të drejtën kam edhe brum, po me që brumin ta përdor për gjë tjetër, thash mos të hap 2 herë brum sepse bëhet diçka edhe e bezdisur. Po, për të dy receta. Më mirë te njëra. Prandaj tash po e përdor tek një. Dhe kam ngrir djathin. Normalisht që duhet të provoj. Kemi dhe djathin e bardhë dhe djathin e verdh. Nuk më duhet krip. Po, një djath që të rojet jetë djath me shumë shije. Me shumë shije, dhe thoni ju, Albana s'ke ngrënë, po normalisht do të provoj, të di se sa të shtoj. Pardonu mua? Shto t'i vezë? Prandaj të lash pastile që ta menaxhoj e këtë pjesë. Të djathi, shtojmë 2 vezë të plota, 2 vezë Ovital. Ja, e përzijej. I trazojmë. Do të shtoj. Panën.
pakës krip. Sepse pana është vinë ëmbël, si Pa. neutrale. Djathin. Që të mbaroj me mbushje, prandaj është problemi. Ato makarona sa e kishin kohën e zjerjes? Sa nuk e ke lexojë. këtu. Unë hongra djathin, ti lexoj tani. Këto është lloj tjetër dhe që kanë shumë të mira, se duket edhe nga përzgjedhja e miellit për përgatitjen e tyre. Pra te 9 minutëshi, po shifja më shumë paketimin e ri të pastave, pasta Ola. Shifeni pak? Kjo lloj makarone ka 9 minuta. Besoj edhe makaronat e tjera që ka vendosur Albana për recetën e sotme, te 9 minutëshi. Por, me qënë se ato do të vazhdojmë procesin e tyre edhe në furr, në mos i lini 9 minuta, lërini më pak. Sa të marrin një valë dhe pastaj pjesa tjetër e procesit termik kalon në furr. Shtoj Përgatit të mbushjen. trumza. Trumz vaj. Piper. Një preke sepse e di që shtova sërisht. Shtoj makaronat. Dhe i përzijejmë. Atëherë më duhet Ndryshe nuk përzjeni, nuk duhet i mbushen punosh, ato me shavash, kremin shavash, që u përgatit. Mirë me duar. Djafrat, Opa. pana. Ja, shiko. Çdo pjesës gatimi do masazhin. Është trumzave që jep këtë aromën. Ja. E gjitha. Dhe e lë të tillë. Ja. Nuk dua as me doreza as gjë. Duhet që çdo gatim të ketë ngrohtësinë e dorës. Si duket, është gjithçka në rregull me përzierjen. Pra sigurohemi që përzierja të jetë e duhura. Tani vazhdojmë të montojmë dhe të shohim pjesën e dytë të recetës. Pjesa e parë është kremi, mbushja, përzierja me makaronat. Tani do të shikojmë se si do të shtrohen petët dhe përfshihet Ja, opa. mbushja. Tu është e gjithë pakoja me petë. Kam, ja. Po, ne sigurisht nuk të gjitha petët do të përdoren, apo? Shtoj bazën. Okej, që të mbaj atë mbushjen. Dhe mbushja një zarf pra baza poshtë duhet jetë e fortifikuar. Që të mbaj peshën. Në fund një zarf të tjetë e mbështjell, të duket vetëm mesi, ose shumë pak, ose as pak. Dhe në furr. Dhe pashe 200 e gradë, kam po. vendosur mbrapsh këtë. Në rregull. Gjalpin. Këtu e do yndyrën peta sepse e pat që Edhe një përzierje miri duhet, që të pjesa që ka pulluar poshtë të kaloj dhe më sipër. në ashtura. Dhe ja... Ta mbaj? Janiki?
Një gjë që shoh, me qenë se kemi pastën olla, nuk ngjisin makarona. Nuk është nevoja që të përdorim vajin gjatë zgjerrjes, edhe pse rekomandohet tërpasere se si dihet brumë është edhe bashkohen, por kështu do të keni një mënyrë tjetër krejt të re për përgatitjen dhe shijimin e një paste. Nuk harrojmë furrën e parangrohur, se të tjerat i kam kujdes vetë, po te furra. Kjo mbështjellje do t'i mbaj makaronat të pa thara, pra do të qëndrojnë me kremin, me panën. Dhe në datë që konsumoni me gjithë petë, në datë që makaronat poshtë, si të jeni në mudin e duhur të gatimit. Unë mbështoll me zarf, një lyerje me gjalp i shkrirë. Me gjalpi? Opa. Një sekundë me shif, do në thash kur kam bishtin. Unë bi bishti rrugës. Një gjalp i shkrirë i tretur, pa shkumën nëse ka apo jo. Dhe tani do t'a vendosim në furrë. Unë do të bëj dhe një përmbledhje të përbërësve që na u deshën për përgatitjen e kësaj recete, të pastës ose të makaronave në furrë në petë, një byrek me makarona ose makarona në petë, si të doni ju, ne kemi quajtur shumë thjesht, që ju ta gjeni kollaj dhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli, byrek me makarona. Ju duhet 200 gram gjalp, 500 gram makarona të shkurtra pene apo tub, si të doni ju, trumzë, vezë, pana, djathë të bardhë, djathë të verdhë, të grirë të dyja, krip piper i zi. Bëhet gati mbushja, zihen makaronat paralelisht. Shifni me një herë se sa e ka kohën e zjerjes, pakoja me makarona që ju keni përzgjedhur, dhe pastaj përgatisni brumin ose me petët e gatshme, 500 gram miell, ujë të vakët, një vezë, pak krip, pak sheqer, pluhur pjekës dhe një se shtepër hapin e petëve. Do t'ju duhen petë të hollat, 4-5 të tilla, për të vendosur poshtë, për ta palosur dhe për të marrë këtë rezultat. Po, me një thik simpatike, jo me këtë hanxharin që përdor unë. E presim, edhe... Jo deri në fund, apo jo? Jo, edhe fëmijëve u këndojmë një këngë shumë të bukur. O lejlek, s'jep kalam, nesër mbrëma je i ftuar, se bardhoshja ka ditëlindjen. Pra fol, a je e gëzuar? Jam. Ja, e di pse këndova këtë këngë. Ju për të treguar arsenalin tim. Sigurisht që e dim. Por, kur mamaja na gatuan të byrekun, ose çfarë ishin gjëra me brumë dhe gjëra që ishin më të rralla, për shembull, pula me patate që ishte një herë në javë. E fundjavës, e dielës. Ishte ditë e dielë dhe në orën 10 fillon të teatri kuklave. Pra ne shikonim dhe teatrin e kuklave, një vesh andej dhe një sy për të parë që apo bëj byrek apo jo. Se bëj dhe në furnellë. Kjo është një memorje kolektive. Atëre, me memorjen kolektive që më përfshin, e marr dhe e vendos. Si ndodh për shembull kur edhe ndonjëherë parfumi, aroma ose një ndjesi na kujton një histori. Mirë, ne mbaruam pjesën tonë të parë të gatimit, recetën tonë të parë, të cilën padyshim kur të jetë pjekur do ta sjellim edhe në tryezë për ta parë të përfunduar. Pyreku ynë me makarona. Ja t'ja u tregoj pak. Receta jonë e parë, pyrek me makarona. Një mbështjellje në formë zarfi. Dhe vjen një aromë shumë e mirë, ka atë erëzën e trumzës brenda dhe ajo i jep si duket këtë aromë fantastike.